الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق، وبيان تأخير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. Shëron në gjatë namazit e rësot se janë disa shprehje të cilat janë të paqarta kur ndodh talaku, divorci, dhe këto shprehje kanë nevojë për nijet. Këtë është një seksion që quhet shprehjet në divorc që kanë nevojë për sqarim niyeti. Shkopi shtëpia, si e mëruja ime, mbledh rrobat, s'ke më punë me mu, je haram për mu. Të gjitha të shprehje që mund të ketë qëllim personi, si më thënë, frikësimin ose të rrisje në vrejtjes, po mund të ketë të qëllimin e divorcit. Kështu që në këto shprehjet e paqarta shitet niyeti. Sepse është një shprehje që mbart edhe kuptimin e ndarjes dhe kuptimin e frikësimit. Dhe ka përmend tek kapitulli i parë historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me rastin kur ai tha në surën Tahrim: Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Pra në këtë rast pejgamberi sa se më bëri të ndaluar vetes së tij diçka, por se nuk kishte për qëllim talakun. Pse sqarohet ky si kapitull? Një nga mëdhëbet e Islamit thotë, edhe nëse i thotë gruas sill ujë, po njetin e ka me nda, quhet ndalë. Për këtë arsye i kushtohet si këtij kapitulli. Se trajtohet me specifikitet. Nëse i thotë gruas sill pasaportën, ky faktikisht njetin e ka nda, quhet ndalë. Kështu është nga mëdhëbet. Për këtë arsye kushtohet rëndësi kësaj pjese që nëse njeriu nuk ka bën njet të qartë me ndarë një dhe shprehja duhet të jetë e qartë, ndarje për ndryshe nuk shkojë ndarë. Pa nëse dikush e ndan gruan me një shprehje që nuk është e qartë. Për shembull i tha, më sill portofolin, po njëti ky ka me ndarë, s'ka lidhje fare. Nuk pyetet fare njëti në mes, se shprehja s'ka asnjë lloj lidhje. Nëse shprehja ka kuptim dhe kuptim, atëherë pyetet për njëtin. Për shembull, dikush i tha gruas, ikë shtëpia jote. Shtëpia ikë shtëpia jote, tani atë ka kuptim. Me kuptimin shkon merr mësim në kuptimin zemen, por ka edhe kuptimin kombëtar. Atëherë në këtë rast pyetet personi, çfarë pata qëllim kur i thej gruas kështu? Pata për qëllim ndarje, atëherë quhet ndarje. Jo, nuk e pata për qëllim ndarje, por pata për qëllim që zëj mendet e tjetër. Kështë rasti, argumenti për parë në historia e surës Tahrim. Ndërsa për të dytën, ka përmend prapë një histori të cilën Allahu xhallahu xhelalu ka përmend në Kur'an. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna unatti'ukunna mata'an deri te ai. O profet të Zotit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaj gravet tuaja, nëse ju doni këtë botë, ejani të jap çfarë kam, edhe jeni të mos keni më punë, si thonë njëri tjetër. Këtu kjo fjala ka dy kuptime. Po këtu pejgamberi sa kishte për qëllim talakun. Nuk ju tha ju kam ndarë, po ju tha këtë shprehje. Dhe qëllimi ishte zgjidhni çfarë doni. Për këtë arsye është në hadithin e Aishës, ku pejgamberi sa i thotë, i ka thirrë njërin mas tjetrës. I ka thënë Aishës: "Inni dhakiru laki amran, fala alayka an la ta'jili hatta tastamiri abaki." Ose do i fal. Aisha i ka thënë, do të them diçka, po mos u mund të ndon përgjigje tani.
Pyet prindërit, pastaj flasin. Çfarë ka thonë? I ka lexuar në Kur'an. Aisha radhiyallahu anha normalisht ka ftuar prindërit e saj, ka marrë mend tyne, ka marrë ato në mendim, të normalisht prindërit e Aishës, pra Abu Bekrit dhe nëna e saj, s'ka diskutim që i thonë në kohë se çfarë po kërkon. Ato disë kush i apo jo. Dhe normalisht gjitha zgjodhën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, normalisht edhe u mbyll ajo çështë në një ditë. Pa në një ditë desh i ndau të gjitha. Kështu po i thoshin në vllaj, dhe vllai thash, mos u ngop, mos u mërzit, se kjo punë kështu e ka. Tash pejgamberi sa gati sa i si ndau të gjitha për një ditë, ti thua, mos e truan. Se për sabër është normale që të ketë. Edhe zënë ka të ketë. Është normale që mos prit jetë engjëllore në jetën bashkëtorë, sepse shejtani punon në gjitha. I thash njerë pejgamberi në Islam ka hyrë në xhami edhe kishte dhënë çarshafin kokë. Vllai shumë ishte stresu, se kur ka dalë jashtë ka hyrë me çarshafin nga koka. Ka dalë me çarshafin kokë në xhami. Sa kanë pas sahabët kur e ka pa që kanë pas fundi jam edhe ka çarshafin, kishte dhënë kokën me çarshaf. Kështu që është normale, nëse ka po pejgamberi e Zotit, edhe se kanë ndihmë e kokë. Mos u anka, alhamdulillah. I kemi shumë një alhamdulillah, shqyrë Zotë. Kështu që stresit zero, merren me sportivitet, merren me gallat, merren me qeshme, edhe mos e merr punën kaq si më thonë, seriozisht. Është normale që të ketë debate në jetën bashkëtorë. Normalisht, të gjitha gratë e pejgamberit alayhis salam kanë thonë këtë përgjigje që ta dini. In kana dhalika ilayya la urid ya Rasulullah an uthira alayka ahada. Të gjitha gratë e pejgamberit sa mëse ka thonë pejgamberi jetën kuranor dhe janë detyruar nga pejgamberi që konsultohen me prindërit e tyre. Ka qenë përgjigja o pejgamberi i Zotit, nëse këtë punë po ma kërkon mua për të vendosur, unë nuk e jap përparësi as kujt dhe asgjë përpara teje. Po ishte një moment lajpitje nga ana jonë. Ishte një moment lajpitje nga ana jonë. Çka ka ndodhur? Historia e cila është janë lënë gjitha dhe i ka thonë me i gojë pejgamberit alayhis salam, duhet kushte për të mira. Pejgamberi ka pas kushte normale, pra të kohë që ka jetuar, sallallahu alaihi wasallam, madje ndoshta edhe më pak ose më poshtë se sa normalja i ka pas kushtet sallallahu alaihi wasallam. Dhe gratë e pejgamberit duke parë gratë të tjera, duke parë njerëz në Medinë që ishin mashallah, ato ishin mashallah. U mblodhen gjithë dhe mendon se do ta vënë pejgamberin në pozitë edhe do të përmirësoj kushtet e tjera. Duke qenë se kanë të gjitha një llaf dhe të gjitha një kohësisht, pejgamberi sa se nuk folën. Zoti tha, o pejgamber, thuj gratë të tuja, nëse duan jetë në kësaj bote, janë tu jap çfarë kam, tu a lej juve si më thonë të gjithën, edhe e mbyllin me kaq. Normalisht kishte mundësi që ata të zgjidhnin këtë botë përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E rëndësishme nga historia është përdorur ngjarja si argument për shprehjet që kanë dy kuptime. Kur shprehjet kanë dy kuptime ose mbartin kuptime, nuk merret në konsiderat fjala pa pyetur për mjet dhe përgjithësim. Pse bëhet kjo gjë kaq në detaj në çështjet e talakut, në çështjet e divorcit, se harohet kjo që çështje në detaj në çështjet e divorcit dhe talakut, sepse me fjalë goje ti mund të jesh në zina derisa të vdesësh, e nuk e di sa e ke nda. E me fjalë goje ti mund ta kesh atë gruntatër, po faktikisht ti nuk e di ligjin të kujton se është nda prej teje. Për këtë arsye unë përmendur në namazin e tretë. Sot në këtë çështje është mirë që një të pyesi, është mirë që një të konsultohet, është mirë që një të dëgjojë palët, është mirë që një të qetësojë palët, është mirë që një mos ngutet, sepse jeta bashkëtorë është gjëja më e rëndësishme që bën një jetë në kësaj bote mbas adhurimit të Zotit. Familja është gjëja më e rëndësishme.
Për këtë arsye dhe shtopat që i vijnë familjes për ta shkatërruar janë shumë dhe të shumë nga iblisi, nga njerëzit të llafë, të tjerë, mërzitja, nxehtësia etj. Për këtë arsye do qetësi, qetësi. Për këtë arsye të trajtohen këto tema me detaje në librin ose në kapitullin e divorcit në mënyrë që mos të jenë gjërat e prishura dhe të mendoj njëri se është në rregull, apo gjërat që janë në rregull të mendoj njëri se i ka prishur ndërkohë që me i pyetje sqarohet situata. Allahu e din më së miri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.